Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Protesta e qytetarëve në Tiranë hyri sot në ditën e 45, ndërsa organizatorët deklarojnë se tubimet do të vijojnë çdo mbrëmje, pavarësisht temperaturave të larta dhe sezonit turistik. Qytetarët u mblodhën sërish para kryeministrisë me kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimet politike. Ajo që nisi si kundërshtim ndaj projektit në Zvernec është ndruar tashmë në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë dhe mënyrës së funksionimit të institucioneve. Pas më shumë se një muaj protestash të pandërprera, qytetarët u rikthyen sërish edhe këtë mbrëmje në bulevardin të Shmorët e Kombit, duke vijuar një nga lëvizjet më të gjata qytetare të viteve të fundit në vend. Protesta e cila nisi si reagim ndaj projektit të zhvillimit në zonën e Zvërnecit ka zgjeruar tashmë kërkesat e saj, duke e kthyer në një aksion kundër qeverisë dhe klasës politike. Gjatë 45 ditëve të kaluar, mijëra qytetarë janë mbledhur përpara kryeministrisë, ku kanë përsëritur kërkesat për ndryshim politik dhe institucional. Në e fundit, protestuesit deklaruan se nuk do të ketë ndërprerje gjatë muajve të verës, ndërsa nga podiumi u bë thirrje për vazhdimin e rezistencës deri në muajin shtator. Organizatorët u kërkuan qytetarëve dhe diasporës të vijojnë mbështetjen për lëvizjen, duke e cilësuar këtë periudhë si një fazë vendimtare për protestën. Edhe mbrëmjen e kaluar në shesh u dëgjuan thirrje kundër qeverisë dhe liderëve politik, ndërsa në podium folën aktivistë, përfaqësues të diasporës dhe qytetarë të angazhuar në këtë lëvizje. Organizatorët insistojnë se protesta do të vijojë çdo ditë me synimin për të mbajtur lart presionin politik dhe për të mos e lejuar që kërkesat e tyre të zbehen gjatë sezonit veror. Me hyrje në ditën e 45 të protestave, vijon panjafa të përcaktuar për përfundimin, ndërsa qytetarët pritet të mblidhen sërish para selisë së qeverisë për të shprehur kërkesat e tyre. Kryeministri i vendit Edi Rama ka cilësuar protestën e qytetarëve në Tiranë si një tregues të një faze të re zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Në një intervistë për Euronews Serbia, ai u shpreh se qytetarët sot kërkojnë më shumë nga institucionet, ndërsa komentoi edhe nismën Ballkani i hapur dhe marrëdhënien me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kryeministri Edi Rama ka komentuar protestën qytetare që prej më shumë se një muaj zhvillohet çdo mbrëmje në Tiranë, duke interpretuar atë si një shprehje të pritshmërive në rritje të qytetarëve dhe jo vetëm si reagim ndaj një çështje të caktuar. Në një intervistë për Euronews Serbia, kreu i qeverisë u shpreh se protestat i kalon debatin për projektin e flamingove dhe pasqyroi një shoqëri që sipas tij ka hyrë në një stad të ri zhvillimi. Protesta është shumë e madhe se vetë tema, nuk janë vetëm flamingot. Është një sinjal se vendi ka kaluar në një nivel tjetër dhe njerëzit nuk janë më të gatshëm të pranojnë atë që mungon. Njerëzit jetojnë më mirë dhe për këtë arsye kërkojnë shumë më tepër. Shoqëritë në zhvillim kanë një prag shumë të ulët të asaj që është e pranueshme dhe duan që ajo që mungon të plotësohet menjëherë. Gjatë intervistës, kryeministri u ndal edhe te nisma e rajonale Ballkani i hapur, duke argumentuar se kundërshtit ndaj saj lidhen më shumë me figurat që e promovuan se sa me përmbrajtjen e projektit. Ishte një ide shkëlqyer, por u konsiderua e gabuar vetëm sepse pas asaj isha unë dhe Vučić. Po të ishin emra të tjerë, do të shihej krejt ndryshe. Në fund, kreu i qeverisë foli edhe për marrëdhëniet me Serbinë, duke e cilësuar presidentin Aleksandar Vučić si një partner të vështirë në procesin e negociatave, por duke nënvizuar rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimin rajonal. Shqipëria shënon një tjetër etapë në procesin e integrimit evropian në mbylljen e 3 kapitujve të negociatave gjatë konferencës së 9 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Delegacioni shqiptar kryesohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa zyrtarët evropian kanë konfirmuar mbështetje për avancimin e negociatave. Shqipëria pritet të hedhë një tjetër hap të rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit të Bashkimit Evropian me mbylljen e 3 kapitujve të negociatave në konferencën e 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE që zhvillohet këtë mbrëmje në Bruksel. Në këtë raund negociatash pritet të mbyllet kapitulli 25, kërkimi shkencor, kapitulli 26, arsimit dhe kultura dhe kapitulli 30, marrëdhëniet me jashtë, duke shënuar progres të mëtejshëm në procesin e përafërt me legjislacionin evropian. Delegacioni shqiptar kryesohet
përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa Bashkimi Evropian përfaqësohet nga ministri irlandez i shtetit Thomas Byrne në emër të presidencës së radhës së Këshillit të BE-s, si dhe nga komisionerja për zgjerim Marta Kos. Mbështetje për avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë ka shprehur dhe ministrja e jashtme e Irlandës Helen Meente, e cila theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të mbetet një proces i bazuar në merit. Kjo e martë konsiderohet një ditë me rëndësi të veçantë në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, pasi në Bruksel zhvillohen 4 konferenca ndërqeveritare, në të njëjtën ditë me Ukrainën, Moldavinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Qeveria shqiptare ka përcaktuar si objektiv mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ky agjend është dakordsuar me institucione europiane me synimin që Shqipëria të përmbush kushtet për anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Partia Demokratike ka depozituar në progrorinë e posaçme një kallëzim penal ndaj kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar hetim për akuzat që lidhen me shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash. Kallëzimi lidhet me projektet e ndërtimit të përmendura në librin Albania's Files, ku demokratët pretendojnë se ka elemente që ngren dyshime mbi mënyrën e dhënies së lejeve për kullat dhe investimet të mëdha në Tiranë. Partia Demokratike është drejtuar prokurisë së posaçme me një kallëzim penal ndaj kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar nisjen e hetimeve për akuzat e shpërdorimit të detyrës, korrupsionit dhe pastrimit të parave, lidhur me projektet e ndërtimit të përfshira në librin Albanian Files. Sipas demokratëve, të dhënat e përmendura në këtë votim hedhin dyshim mbi mënyrën se si është zhvilluar sektori i ndërtimit në Tiranë, veçanërisht për projektet e kullave të larta. Në kallëzim thuhet se rastet e përmendura në Albanian Files provojnë se zhvillimi i sektorit të ndërtimit në Tiranë, veçanërisht ndërtimit të kullave të larta, nuk ndiqte procedurën normale, ku një investitor të paraqiste dokumentacionin teknik dhe ligjor për ndërtimin e një vepre pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, dhe në përfundim të procedurës administrative, çështja i kalonte Këshillit Kombëtar të Territorit për vendimarrje. Sipas demokratëve, në këtë libër promovohet se Edi Rama, duke mbajtur njëkohësisht detyrën e kryeministrit dhe kryetarit të Këshillit Kombëtar të Territorit, identifikonte, kontaktonte dhe takonte studiot e arkitekturës, të cilët më pas i lidhte me investitor apo biznesmen shqiptar për të vijuar procedurat e projektimit dhe marrjes së lejeve të zhvillimit të ndërtimit. Në kallëzim thuhet se arkitektët dhe studiot ndërkombëtare që u imponoheshin investitorëve shqiptar kishin tarifa shumë të larta, deri në 10 fishin e çmimeve të tregut, çka sillte më pas rritje të kostove e përrjedhoi rritje të çmimeve të shitjes së sipërfaqeve të ndërtimit. Nëse çmimet mesatare të projektimit variojnë nga 7 deri në 10 euro për metër katror, arkitektët e huaj e faturojnë 60 euro për metër katror, duke arritur kështu në kosto projektimi nga 300.000 deri në 2 milion euro. Megjithatë, kjo shihet si një nga mënyrat e sigurta për të përfituar lejen e zhvillimit nga ndërtimi nga AZT-ja dhe KKT-ja. Demokratët pretendojnë se këto ndërtime shumëkaqe shërbejnë si një skem pastrimi të ardhurave që gjenerohen nga veprimet palishme, kryesisht në formën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Në këtë kuptim, biznesmenët e përfshirë ishin të interesuar për të përfituar leje ndërtimi, duke reaguar edhe tarifa shumë të larta, me qëllim që të investonin të ardhurat e tyre apo personave të tjerë të lidhur me ta në ekonomi të lishme, me qëllimin final pastrimin e produkteve të veprës penale. Një tjetër pretendim i ngritur në kallëzim është se kjo skem pastrimi parash është mbështetur dhe ndihmuar në mënyrë aktive nga shtetësi Edi Rama. Ky nuk është kallëzimi i parë që lidhet me librin Albania Files. Më herët, materiali është depozituar në SPAK edhe nga aktivistë revolucionit të flamingove, të cilët kanë kërkuar gjithashtu hetimin e projekteve të ndërtimit dhe vendimarrjes për zhvillimin urban. SPAK pritet të vlerësojë kallëzimin dhe të përcaktojë nëse do të ketë një procedim penal për pretendimet e ngritura nga Partia Demokratike. Nga Brukseli, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuzat të forta ndaj qeverisë shqiptare, duke pretenduar lidhjet me strukturave shtetërore dhe grupeve kriminale. Gjatë fjalës së tij në Asamblenë e Përgjithshme të IDC-s, Berisha kërkoi krijimin e një grupi të posaçëm pune për të hetuar trafikun e drogës dhe ndikimin e karteleve kriminale. Ai kritikoi gjithashtu projektet në zonat e mbrojtura dhe mënyrën e menaxhimit të pasurive natyrore të vendit.
Sali Berisha ka kërkuar nga organizata ndërkombëtare e partive të Qendrës së Djavë Demokrate IDC-CDI krijimin e një strukture të posaçme në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave mbi trafikun e drogës dhe lidhje të mundshme mes karteleve kriminale dhe institucioneve shtetërore në Shqipëri. Nga Brukseli, ku mori pjesë i zëvendës presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të IDC-CDI, Berisha deklaroi se lufta kundër trafikut të drogës dhe fenomenit të narkoshtetit duhet të jetë një çështje me prioritet për organizatat politike të Qendrës së Djavë. Organizatat tona duhet të krijojnë një grup të posaçëm pune për kartelet e drogës, narkoshtetit dhe trafikut. Kjo do të ishte një ndihmë shumë e madhe, sepse vendet të tilla nuk janë të rrezikshme vetëm për veten e tyre, por janë të rrezikshme për rajonin dhe madje edhe për Teti. Berisha u ndal edhe te publikimi i librit Albania Files, për cilën tha se përmban të dhëna mbi qindra projekte të mëdha në zona turistike dhe të mbrojtura të Shqipërisë. Sipas tij, këto projekte cënojnë pasurinë natyrore të vendit dhe janë zhvilluar pa transparencë mjaftueshme. Pak ditë më parë u botua një libër i veçantë me titullin Libri i Kuq, dosjet sekrete të Shqipërisë. Ky libër trajton 523 projekte të mëdha në peizazhet më të bukura të Shqipërisë, në Bregdet ose në zonat malore, për të cilat askush nuk ishte dieni. Kryeministri i kreu organizatës kriminale konsideron vendin si çiflikun e tij, si një sultan i shekujve të kaluar që mund të vendosë për gjithçka. Shumica e këtyre projekteve janë nxjerrë nga zonat e mbrojtura. Akuzat e Berishës vinë në një kohë kur opozita ka intensifikuar denoncimet ndaj qeverisë për çështje të korrupsionit, krimit organizuar dhe menaxhimit të fondeve publike, ndërsa mazhoranca i ka mohuar vazhdimisht këto pretendime, duke i cilësuar si akuza politike. Projektligji për ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e tokës bujqësore ka shkaktuar përplasje në Komisionin e Ligjeve. Ndryshimet që lejojnë instalimin e impianteve fotovoltaike dhe eolike në tokat bujqësore u kthye në pikë kryesore të kundërshtimeve. Rezervat e shprehura nga Damian Gjiknuri sodhen përplasje me drejtuesin e Komisionit Ulsi Manja, duke çuar edhe në largimin e deputetit socialist nga mbledhja. Diskutimi i ndryshimit ligjor për mbrojtjen e tokës bujqësore është shoqëruar me debate të forta në Komisionin e Ligjeve, ku përplasjet u shfaqën edhe brenda radhëve të mazhorancës. Projektligji i propozuar nga qeveria, sipas ministrit të bujqësisë, të krijon mundësi për përdorimin e teknologjive të reja në sektorin bujqësor, me qëllim rritjen e prodhimit dhe uljen e kostove për fermerët. Zëvendës ministri i bujqësisë argumentoi para deputetëve se ndryshimet nuk cënojnë mbrojtjen e tokës bujqësore dhe nuk parashikojnë ndryshime të destinacionit të saj. Ka të bëjë ekskluzivisht me integrimin e këtyre teknikave të reja të prodhimit bujqësor, të cilat në fund fare janë prodhim bujqësor, si edhe me elementin e rregullimit të një problematike që del në përdorimin e tokës bujqësore në kushtet e një ferme të përzier midis asaj të prodhimit bujqësor dhe të grumbullimit të energjisë, për të patur gjithashtu edhe në periudhën në të cilën ferma nuk arrin që të grumbulloj ose të akumuloj energji, të ketë një aktivitet ose të ketë një regjim energjetik të vazhduar. Por një nga pikat më të debatuarat për ligjit ishte parashikimi për instalimin e impianteve fotovoltaike dhe eolike në sipërfaqe të tokës bujqësore. Kjo dispozitë ngriti shqetësime si nga deputetët e opozitës Oerd Bylykbashi dhe Gent Strazimiri, ashtu edhe nga deputeti socialist Damian Gjiknuri. Jo janë injektime, mund të jetë beton apo mund të jetë një kolon betoni apo mund të jetë çelik apo diçka e tillë, por do injektohet. Nuk është menduar të hapet grop, të shqetësohet toka, të derdhet dhe të krijojë një strukturë të përhershme. Gjiknuri shpreh rezerva për ndikimin që mund të kenë këto ndërhyrje mbi tokën bujqësore, duke e pozicionuar në të njëjtën linjë me kundërshtimet e ngritura nga përfaqësuesit e opozitës. Kull për wind farm dhe sot minimumi i prodhimit të një tauri është 6 mega, do të thotë është 100 metra i lartë dhe nuk ka shans mos kesh i bazament mat betoni aty të strukturë metalike, se s'prodhohet më, nuk ka më mundësi pos 5-6 mega, nuk ka më prodhim. Do të thotë që bëhet fjalë për kulla masive të eolikëve. Ky qëndrim sodhi reagimin e kryetarit socialist të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja. Debati mes tyre u shoqërua me tone të larta, ndërsa situata përfundoi me largimin e Damian Gjiknurit nga mbledhja. Turp ju vi kush e voton? Turp po shumë mirë. Na e le turpin ne, e gjetët lepurin fer ju të tre sot në rregull. Tani kush është dakord të tërësi me projekt ligjin? Jo, riga abstenimit. Po le të jap shpjegimin. Se u keq kuptova të tjerë. 2 kundër, 1 abstenim me 3 e 3 6, 7 me 7 vota pro.
miratohet projekt ligji. Kalojmë tek ky projekt ligj ti kaloj. Do ma japësh fjalën ti ke fare. Meru me oert. Projekt ligji pritet të vijojë diskutimin në komisione, ndërsa përplasjet e krijuara rreth përdorimit të tokës bujqësore për projekte energjetike kanë hapur një debat më të gjerë mbi balancimin mes të zhvillimit teknologjik dhe ruajtjes së sipërfaqeve bujqësore të mbjella. Vendimi i Partisë Demokratike për të bojkotuar seancat plenare ka shkaktuar përplasje të brendshme mes deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ina Zhupa, Bujar Leska dhe Jorita Tabaku kanë kundërshtuar hapur strategjinë, duke argumentuar se mungesa në kuvend i heq opozitës hapësirën kryesore për denoncimet dhe përballjen politike. Vendimi për bojkotin e seancave plenare ka hapur një debat të fortë brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Disa deputet kanë shprehur rezerva ndaj kësaj strategjie, duke argumentuar se mungesa në sallën e kuvendit dobëson rolin opozitar dhe kufizon mundësinë për të artikuluar qëndrimet politike. Në diskutimet e zhvilluara në grupin e komunikimit të deputetëve, Ina Zhupa, Bujar Leskaj dhe Jorita Tabaku kanë kundërshtuar vendimin, duke theksuar se foltorja e kuvendit mbetet një nga platformat kryesore publike, ku opozita mund të denoncojë problematikat dhe të përballet me mazhorancën. Në çdo rast, unë mendoj se mos pjesëmarrja na heq ne të vetmen platformë publike që ne kemi për debat. E kemi provuar shumë herë mos shkuarjen dhe e dim pasojat. Ne duhet përdorim çdo hapësirë që kemi për përballje. Nesër është një nga ditët ku raporton një sër institucionesh dhe ka hapësirë për të gjitha temat që janë betejat opozitës. Deputetja Ina Zhupa ka argumentuar se mos pjesëmarrja në seancë e privon opozitën nga një hapësirë e rëndësishme institucionale, ndërsa ka ngritur pikpyetje mbi efektin politik të bojkotit. Kështu, i bie në shtator të shkojmë në seancë dhe s'di çfarë të mirë na sjell si opozitë parlamentare. Edhe në dijenin time janë dy komisione që i mbaron afati, komisioni zgjedhor dhe territorial, që edhe nëse zgjaten, edhe nëse mbyllen, do të jenë vendimarrjet në seancën plenare. Edhe deputeti Bujar Leska e ka cilësuar një strategji të gabuar largimin nga kuvendi, duke sjellë në vëmendje çështjen që sipas tij kërkojnë debat parlamentar për fshirë procesin zgjedhor, institucionet e drejtësisë dhe mbështetjen ndaj protestës qytetare. Për mendimin tim, kjo është gabim. Sipas kësaj vendimarrje, ne nuk do të flasim për KQZ-n, votimet e manipuluara në diasporë në 2025-ën, mbrojtjen e korrupsionit në gjyqësor e të tjerë, si edhe për kryefjalën, mbështetjen e protestës qytetare, cili është kuptimi, ideja, mesazhi. Sipas deputetëve kundërshtues, opozita duhet përdor çdo mundësi për të ngritur shqetësimet e saj dhe jo të heqë dorë nga një platformë që jep mundësi komunikimit të drejtë për drejtë me publikun. Debati vjen në një moment kur PD-ja ka zgjedhur përballjen institucionale përmes bojkotit, ndërsa brenda grupit parlamentar janë shfaqur qëndrime të ndryshme mbi mënyrën se si duhet zhvillohet aksioni opozitar në kuvend dhe jashtë tij. Seanca gjyqësore ndaj Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovicës, të akuzuar për përfshirjen në atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja, shoqëruar me përplasje mes së mbrojtjes dhe SPAK. Në qendër të debatit ishin procedurat hetimore dhe komunikimet e siguruara nga platforma Sky ECC. Me debate procedurale është zhvilluar seanca gjyqësore ndaj Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovinës, të cilët akuzohen për përfshirjen në atentatin e ndodhur pranë mbikalimit të Shkozetit ku objektiv ishte ish prokurori Arjan Doi. Gjatë seancës, gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes Sajmir Visha për shpalljen e pavlefshmërisë dhe të papërdorshme të procesverbaleve të administratës në dosje. Trupa gjykuese argumentoi se mbi këtë pretendim ishte shprehur më herët në fazën paraprake të procesit, duke vlerësuar atë si të pabazuar. Sipas prokurorit të posaçëm Bledar Polovina, dyshohet se të ketë qenë personi që ka qelluar i dyti gjatë atentatit. Një tjetër pikë e debatit lidhet me komunikimet e përfituara nga platforma enkriptuar Sky ECC. Mbrojtja pretendoi se në materialet administruara ka mospërputhje dhe se dosja nuk përmban të gjithë komunikimet e sekuestruara. Nga ana tjetër, SPAK sqaroi se në gjykim janë paraqitur të gjitha komunikimet që lidhen drejt për drejt me episodin e atentatit, ndërsa materialet e tjera nuk kanë lidhje me këtë çështje penale. Sipas organit të akuzës, Amar Shkëmbi ka
dhënë sugjerime për vendet ku mund të realizohet atentati ndaj Aleksander Lahos, i njohur si Rumi i Shiakut, i cili mbeti i plagosur në sulmin ku humbi jetën Andi Maloku. Avokatët ngritën gjithashtu dyshime mbi mënyrën e identifikimit të përdoruesve të aplikacionit SkyECC, duke pretenduar se SPA ka identifikuar 3 kode që dyshohet si përkasin Amar Shkëmbit, por në pozicion të mbrojtjes ka vendosur vetëm komunikimet e njërit prej tyre. Në përgjigje të këtij pretendimi, prokuria e posaçme deklaroi se 2 kodet e tjera përmbajnë të dhëna që lidhen me hetime të tjera për trafik narkotikësh, për të cilat Amar Shkëmbi po përballet me një proces gjyqësor të veçantë. Drejtoresha e filialit të postës shqiptare në Durrës, Elizabeta Mataj, është përshkarkuar nga detyra dhe e kallëzuar penalisht pas një kontrolli të brendshëm që zbuloi parregullsi në administrimin e fondeve. Verifikimet nisën pas ankesave për vonesa të shpërndarjes së pensioneve dhe denoncim të një punonjëseje. Një hetim financiar ka përfshirë filialin e postës shqiptare në Durrës pas konstatimit të shkeljeve në administratën e fondeve të lidhura me shërbimet e pagesave. Pas një kontrolli të brendshëm, drejtuesja e filialit, Elizabeta Mataj, është shkaktuar nga detyra dhe është kallëzuar penalisht. Sipas burimeve, hetimi është fokusuar në dyshime për abuzim financiar me një vlerë që paraprakisht llogaritet rreth 3 milion euro. Kontrolli në filialin e Durrësit u ndërmor pas vonesave të raportuara në shpërndarjen e pensioneve dhe pas një denoncimi të bërë nga një punonjëse e institucionit. Gjatë verifikimeve janë evidentuar parregullsi në mënyrën e administrimit të fondeve që lidhen me procedurat e pagesave. Posta shqiptare ka bërë ditur se këto fonde nuk kanë lidhje me fondet e pensioneve dhe as me pagesat që u takojnë pensionistëve. Përveç shkarkimit të drejtuesës së filialit, mësohet se ka dhënë dorëheqjen edhe drejtuesja e financës Valbona Hoti Duni, ndërkohë dokumentacioni i plotë i verifikimit i është vënë në dispozicion organeve ligjzbatuese për zbardhjen e çështjes. Institucioni ka deklaruar se janë marrë masa administrative ndaj personave përgjegjës dhe se hetimi do të përcaktojë përgjegjësi individuale për çdo shkelje të konstatuar. Elizabeta Mataj ishte emëruar në krye të filialit të postës shqiptare në Durrës në tetor të vitit 2025 pas largimit të drejtuesës së mëparshme Etleva Budini, e cila u zgjoll deputete në zgjedhjet e 11 majit. Mataj, përveç detyrës drejtuese në postën e Durrësit, është edhe antare e Këshillit Bashkiak të qytetit. Hetimet pritet të sqarojnë më tej mënyrën e funksionimit të skemës së dyshuar dhe personat që mund të kenë përgjegjësi në këtë rast. Policia e shtetit ka intensifikuar kontrollet dhe hetimet për parandalimin e zjarreve, ndërsa bilanci i aksioneve të fundit tregon 29 persona të arrestuar ose proceduar penalisht gjatë qershorit dhe fillimit të korrikut. Vetëm në 24 orë të fundit janë goditur 3 raste zjarrvënjesh në Kavaj, Vorë dhe Mallakastër, me 2 persona të arrestuar dhe një tjetër nën procedim. Kontrollet për parandalimin e zjarreve janë shtuar në të gjithë territorin e vendit, ndërsa policia e shtetit ka intensifikuar hetimet për identifikimin e personave që dyshohet se shkaktojnë zjarre. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë muajit qershor dhe 2 javëve të para të korrikut janë arrestuar ose proceduar penalisht 29 persona të dyshuar për zjarrvënje. Në 24 orët e fundit janë evidentuar 3 raste të reja në Kavaj, Vorë dhe Mallakastër. Në Kavaj, një 51 vjeçar me inicialet SHC është arrestuar pasi zjarri i ndezur në pronën e tij është përhapur jashtë kontrollit, duke shkaktuar dëme në sipërfaqe kullosore dhe duke dikur rreth 300 pemë agrumesh dhe udhënj. Një rast tjetër është regjistruar në Vorë, ku një 34 vjeçar me inicialet AD ka përfunduar në pranga pasi dyshohet se zjarri i shkaktuar prej tij ka përfshirë një sipërfaqe të mbjella me pemë frutore. Ndërkohë në Mallakastër, policia ka nisur procedim penal ndaj një 39 vjeçari pasi një zjarr i shkaktuar nga shkëndija elektrike gjatë tërheqjes së një automjeti të aksidentuar ka djegur 10 pemë arr. Policia e shtetit ka bërë thirrje qytetarëve, fermerëve dhe pronarëve të tokave të shmangin çdo veprim që mund të sjellë përhapje të flakëve. Autoritetet rikujtojnë se djegja e mbetjeve në toka bujqësore apo kullota është ndaluar dhe përbën vepër të ndëshkueshme sipas ligjit. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 15 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me të minim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Qendrove të bazdites në relievet malore lindore priten vranësira të rrethta deri mesatare, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me rreshje të izoluara afat shkurtra. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Bazitja vijon me mod të nxehtë dhe kryesisht të qëndrueshëm.
Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 37 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të frejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgësim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 19 deri në 37 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 33 gradë. Peshkopi 18 deri në 31 gradë. Tiranë 24 deri në 34 gradë. Durrës 25 deri në 33 gradë. Kavaj 24 deri në 33 gradë. Elbasan 23 deri në 36 gradë. Berat 23 deri në 37 gradë. Korçë 17 deri në 30 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 32 gradë. Sarandë 25 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 15 korrik 2026 do të karakterizohet nga një modë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, që atë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të ketë modë kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me modë të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 31 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 16 deri në 30 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj 16 deri në 30 gradë Celsius. Pej 16 deri në 31 gradë. Prishtinë 16 deri në 30 gradë. Gjakov 17 deri në 31 gradë. Madishev 17 deri në 31 gradë. Gjilan 16 deri në 30 gradë. Ferizaj 16 deri në 30 gradë. Kaçanik 15 deri në 29 gradë. Suharek 17 deri në 31 gradë. Prizren 17 deri në 31 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për mundjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë kalofshit mirë dhe miru takofshi.